Ky emision përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje, unë jam Donat Qosja, mirë se vini në emisionin Çka ka me hongër. Paramenoni une jam kuzhinjeri juaj për sot, me mgumu ju rrini diet. Pra s'ka kur gjë. Hajgare, po bëj, pja nisim me një recet shumë të lehtë sot. Besoj që se cili për jush keni ve në shpi, ve pule dhe ve ma të voglat pulës, do me thonë ve e vogël. Për këtë omlet do i përdorim 2 ve e gjys. Edhe do të ham omlet me këpurdha. Për omlet me këpurdha, na nevojitet thika, për me i pre këpurdhat. Se dia është kjo thika që duhet, po kështu i kum pa kuzhinjerat. Hajgare, mos e provoni këto në shtëpi se muni po pre. Pra, si që po e shini, këpurdhën po e prej jashtëzakonisht mirë, hall. Për këtë omlet, ju nevojitet edhe një fërtere. Kjo është fërterja, ajo që zakonisht pra në për filmat njek gruja me to. Vajin mund të përdorim vaj ulliri, që është më i mirë. Edhe normal fërterja do të me pas flak për funi, qiribu qiriba, dhezët kjo. Për të mos i kapur me dorë, këpurdhat, e marrim një pjatë të tillë, kështu diçka, po improvizojmë, pak kryp, edhe biber, që për momentin nuk kam të gatshëm, po ja ku e kam. Shkëlqyshëm. Tani është procedura e thyrjes së veve, ose si që quam populli vuet. Edhe një gjysmë vo, nëse se keni e përdorin një ve. Pra, flakën si stash dhezët, po që për pak që akum qëllu venit. Për të tundur vet, apo për një omlet sa më të mirë, ju nevojitet një enë si kjo, edhe pak qëmsht. Sekreti i omletit, sa e dion, është të përzirja, të ndjeshmëria e përzirjes zveve. Edhe këtu e ka një farë shpirti që tash po ja u trazoj, sa ma mirë që ja u trazën shpirtin, aq ma i shishëm dhe omleti. Qështu më kanë thonë kuzhinjerat të njoftën botnorë. Do me thonë, nuk është diçka që unë po e shpik, ose po. Pak biber gjithsesi, edhe kryp. Omleti, si që dini, është mëngjes mjaft i mirë, sepse ka proteina, kështu që për ata që ushtrojnë, për ata që i kanë qef vetë, është një mëngjes kogja i mirë, unë e ha shumë shpesh, faktikisht nuk i ndroj vetë me kur gjo. Këpurdhat për na thrasin. Nëse e keni një lugë druni, i përzini me to, është shumë e përshtatshme. Nëse përdorni këpurdhat freskëta, është ma mirë normal, edhe unë po i përdori këpurdhat e freskëta.
Apo toket vetja mjeshtëra? Disa gjëra nuk janë për ty. Mjeshtri ofron riparime dhe pastrime gjenerale, mirëmbajtje të rrymës dhe frigoriferëve, mirëmbajtje të nxemjes dhe klimatizimit, mirëmbajtje të ujit dhe lavatriçes. Mos prit, thirrë mjeshtrin në 757575. Mjeshtri është për këto punë. Siç po e shihni, nuk ka shumë filozofi te omleti, përveç nëse nuk keni ve. Me ditë gruja që jam të bo tash ish gëzu. Po, deri sa të sheh emisionin i thom që i kom harru këtë këto. S'di me bo mo. Në rregull. Po shpresojmë që jemi gati me këpurdhat edhe valshojmë vezën të mi. Une e kam qef omletin kështu pak ma të fërgum, nuk e di për juve tjerve, po kush do e bën për qeft vet, edhe potezi më i rëndësishëm të omleti është kthimi në krah, që e bën omletin omlet. E tash do të provojmë me qenë suksesshëm në atë aspekt. E marrim një të tillë. Edhe e kemi një omlet të gatshëm me këpurva. Kjo është omleti, e për të mos e lanë omletin krejt vet, zakonisht unë e ha me djathë, që është shumë e mirë. Përdorim pak kaçkavall, edhe pak domatina, që duket sa ma mirë kjo omlet. Nuk e di çka e them, nuk jam ndoshta ndonjë kuzhinier me ylla, po për omlet bën.